Sot, unë jam këtu në emër të Partisë Demokratike për të denoncuar një prej skandaleve më të mëdha të kësaj qeverie në këto 4 muaj. Nëse doni të dini se si ka rilindur policia e shtetit me këtë qeveri, në ato pamje aty do të shihni se kush është emëruar në policinë e shtetit së fundmi në sektorin e antidrogës në Vlorë. Ndryshimi politik mbas zgjedhjeve të 23 qershorit 2013 u shoqëroi më pas edhe me ndryshime të rëndësishme gati thelbësore në strukturën drejtuese të policisë së shtetit. Ndarimi brenda një dite i 15 drejtuesve kryesorë të policisë së shtetit, duke filluar nga drejtori i përgjithshëm, 2 nëndrejtorët e tij dhe 12 drejtorët më të rëndësishëm të qarqeve të vendit, padyshim nuk u pritën mirë nga opozita e djathtë, e cila kishte pak muaj që kishte dorëzuar pushtetin. Opozita dhe përfaqësuesit politik të saj nuk humbën kohë për të ngritur akuza nga drejtuesët e ri të policisë së shtetit dhe sidomos ministrit të brendshëm, jo thjesht për degradim të radhët të policisë së shtetit, por edhe për rikthim në radhët e kësaj strukture të personazheve të implikuar apo të inkriminuar në të kaluarën e tyre. Menjëherë pas emërimeve më të rëndësishme në policinë e shtetit, akuzat e opozitës filluan të intensifikoheshin, kryesisht duke hedhur hije dyshimi për figurën morale dhe më vonë profesionale të drejtuesve të rinj të policisë. Në akuzë u vund nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit dhe pastaj me radhë deri në rangjet më të ulta të uniformave blu. Acarimi i akuzave të ndërsjellta mes pozitës dhe mazhorancës, rritja e një situate të akteve kriminale të ndodhura në vend dhe rënja e fuqisë zbuluese ndaj autorëve të tyre, i dha kuraja opozitës që ta shtonte dozën e akuzave ndaj rekrutimeve të reja që po bënte policia e shtetit. Por me sa duket rasti në një video projekt Mirteza Çaushi dhe anëtar të tonët të ashpra, Paloka akuzoi kryeministin Rama, zëdhënësin e tij, siç e quajti Paloka, ministrin e brendshëm Tahiri dhe po ashtu drejtuesit e lartë të policisë së shtetit, të cilët po rekrutonin në radhët e uniformave blu personazhe të njohur të botës së krimit, madje po rikthenin në sektor mjaft të rëndësishëm, siç ishte ai i shërbimit kundër krimeve të drogës, persona të implikuar në të kaluarën e tyre në aktivitete kriminale. Ardian Lici, ky emër që mbase për publikun e gjerë mund mos tregoj gjë, por për vlonjatët do të thosh shumë, sepse ata ende nuk e kanë harruar vitin e zi 97 dhe kohët e vështira të 97-s. Ardian Lici, që është personi që unë ju tregova në video, ka qenë një nga ushtarët e Zani Çaushit. Dhe kushdo mund të futet në YouTube dhe ta verifikoj këtë që unë po ju them këtu. Në atë periudhë unë kam qenë efektiv i policisë së shtetit dhe në kohën më të vështirë që nga zotria Paloka dhe nga partia e tij e lanë policinë e shtetit në mëshirë të fatit. Dhe në atë periudhë që zoti Paloka ma akuzon, jo që në emrin tim unë quhem Adrian Liçaj dhe jo Adrian Lici, siç meti tekon zoti Paloka, të interesohet mirë nga burimet nga i ka marrë këto. Qëndrimi publik i Partisë Demokratike, deklarata e kryetarit të grupit parlamentar të opozitës dhe paraqitja e pamjeve filmike në një projektor e plotsoi skemën ku nuk ishte pikë dyshimi se akuza e cila po publikohej ishte verifikuar më së miri. Ajo që paraqitej në projektor dukej si një provë katërsipërisht e vërtet dhe e patjetërsueshme. Por me një shikim të lehtë dalloi qartë se në filmime kishte ndërhyrje, madje montazhi ishte përpjekur që të fiksonte në objektiv personin i cili akuzohej të kishte qenë antar i bandës së Zanit. Bëj fjalë për oficerin e sektorit antidrogës së policisë së Vlorës, Ardian Liçaj. Liçaj paraqitej në pamje në pranverën e trazuar të vitit 1997, ndërsa drejtoi nga dhomiti i tij në drejtim të kapos së bandës së Çolës Mirteza Çaushi. Ky i fundit shfaqet i veshur me uniformë kamuflazhi me një lek antiplum dhe një kalashnikov në dorë. Në deklaratën e Partisë Demokratike thuhet qartë se këto pamje mund të gjenden nga kushdo në internet dhe çdo qytetar mund t'i shohë ato në YouTube. Por montazhieri, i cili kishte bërë gati filmimet për transmetimin në projektorin e Partisë Demokratike, ishte kujdesur që të largon. Po pse është fshehur në të vërtetë debati që ka ndodhur midis dy personave? Çfarë fshihet mbas heqjes së audios të kësaj video? Në pamje të parë duket sikur nuk ka ndonjë rëndësi të madhe debati që zhvillohet midis Mirteza Çaushit dhe Ardian Liçaj. Por në të vërtetë midis fjalëve të hequra nga video e paraqitur në projektorin e Partisë Demokratike, fshihet e vërteta e asaj që ka ndodhur.
emisioni Xhungël po publikon versionin origjinal të filmimit të kryer në marsin e trazor të vitit 1997. Atëherë kur bandat kriminale kishin në kontroll Vlorën dhe kur shteti ishte rrëzuar keqjas sa nuk ekzistonte fare. Në pamjet origjinale, me zë dhe me figurë, dëshmohet qartë se çfarë po ndodh atë pas dite pranvere të marsit të vitit 1997. Çfarë synon të bëj banda e Zanit Çavushit dhe antarët e tij të armatosur mbi urën e Mifolit, dhe çfarë ndodh në të vërtetë në momentin kur ata ndalin automjetin me të cilin udhëton një grup gazetarësh me styre shqiptarëve të huaj me synim qytetin e Vlorës, nga ku ata do të raportojnë mbi zhvillimet në kryeqytetin e Trazirave të vitit 1997. Në pamje duket qartë. Për kjo nuk është hera e parë që ushtari i Zanit shpërblehet nga socialistët. Mësohet nga dhënat sigurta se ai është emëruar në policinë e Vlorës edhe pas vitit 1997, por është shkarkuar po nga socialistët në vitin 2003, sepse gëzojat e pistoletës së tij që mbante prej detyrës u gjetën në një vendngjarje, në një vend krimi. Unë si jam larguar asnjëherë me përjashtime nga policia e shtetit, gjithmonë 2-3 raste që mund të kem pas për arsye personale kam bërë procedurat siç janë, dosja ndodhet në policinë e komisariatit të Vlorës, ta verifikoj dhe do ishte më mirë t'i verifikonte se sa të na përdorte për intrigat e tija politike. Ditë mbasi shteti kishte rënë edhe formalisht në qytetin e Vlorës dhe ku gjithçka u kishte mbetur në dorë njerëzve të armatosur, grupeve kriminale, të cilat përpiqeshin të përfitonin jo thjesht nga grabitjet, nga dhuna dhe terrori ushtruar, por dhe nga interferencat politike, duke mbështetur njërin apo tjetrën palë. Në pamjet që transmetohen nga emisioni Xhungël, bëhet fjalë për anëtar të bandës së Çolës, e cila drejtohej në atë kohë nga Mirza Çavushi dhe i akuzuar si një personazh me lidhje të forta me të majtën dhe drejtues kryesor të saj. Qysh në atë kohë, presidenti në detyrë Sali Berisha dhe eksponent të lartë të Partisë Demokratike e fajsuan Zanit Çavushin dhe bandën e tij si një grup kriminal i organizuar, i strukturuar dhe i drejtuar me mbështetjen e Partisë Socialiste. Madje shumë krime që ndodhen në qytetin e Vlorës ju atribuan bandës së Zanit Çavushit për të vetëm qëllim për të implikuar mbas tij edhe drejtuesit e lartë të Partisë Socialiste. Ky person, edhe njerë, ai me gjupin e zi të lëkurës, që Zani e urdhëron të kontrolloj makinat në urën e Mifolit, në postbllokun që banda e Vlorës ka ngritur, edhe njerë përsëris është Ardian Lici, dhe është vlerësuar sot nga ministri i Brendshëm dhe nga drejtuesit e policisë si specialist i përshtatshëm për të luftuar trafiqet e drogës. Çfarë bënit atë ditë në urën e Mifolit? Në urën e Mifolit, unë bashkë me disa shokë të mi që kemi qenë në policinë kriminale, na u tha që është bllokuar ure Mifolit. Jemi nisur me një foristrat po nga policia e komisariatit të Vlorës, që ishte atëre periudha e policisë, dhe jemi nisur në drejtim në urës Mifolit. Atje i ndodhesh banda e Zanit Çavushit, e cila kishte bllokuar urën e Mifolit. Si djalë Vlore, si kushdo që ishte, hyrë në negociata për të biseduar, për të liruar. Aktualisht në atë BMW që ndodhet aty, ka qenë dhe i nderuar i Frok Çupi bashkë me gazetarët dhe unë kam, domethënë video apo të jepet plotësisht, unë kam replikuar për të hapur rrugën. Dhe i kam thënë zotri ka gazetar që vinë për të marrë informacion për gjënin e Vlorës, se kishte dalë në kaos. Kjo është gjithë debati, kemi ikur po prapë me shokët e mi, njëri nga ata sot ndodhet dhe në para komisariatit të Vlorës që është dëshmor, po zoti Paloka masa i desh gjithë i bënde dëshmor, vinë të vendoste në një tufë me lule, ata kishte hipokrizi në të kaluar. Ne mbjetuam fallë shoqërisë e miqësisë dhe që jemi vlonjat. Në ditën që ka ndodhur ngjarja, Mirza Çavushi dhe një grup antarësh të bandës së tij kanë lëvizur të armatosur nga lagja Çole në drejtim të urës Mifolit, pasi kishin marrë informacionin se në drejtim të qytetit të Vlorës po lëviznin persona të armatosur, të veshur civil, të cilët ishin antarë të shërbimit informativ kombëtar në atë kohë të drejtuar nga Bashkim Gazetete, duke patur parasysh imazhin e keq që ishte krijuar në qytetin e Vlorës për punonjësit e shërbimit informativ dhe sa më tepër për drejtuesin e tyre Bashkim Gazetete. Banda e Çoles, me atributin e mbrojtësit qytetit, në sajtë të bashkëpunimit me Komitetin e Shpëtimit Publik, ka synuar nëpërmjet këtij postbloku që të ndalonte hyrjen në qytetin e Vlorës të oficerëve të shërbimit informativ kombëtar apo të personave të tjerë të armatosur, të cilët mund të ishin dërguar qëllimisht për të provokuar qytetarët e Vlorës dhe për të shkaktuar trazira dhe akte terrori në kryeqytetin e protestave të vitit 1997.
por me sa duket në rrjetën e postbllokut të bandës Çoles ka rënë dhe një karvan me gazetarë që po lëvizte në drejtim qytetit Vlorës. Në ato që t'i hapte rrugën dhe të mos kontrollonte personat që lëvizin me të. Madje në video dëgohet qartë se ai kërkon Zani Çavushit që të lirojë rrugën dhe të mos i pengojë për të vazhduar më tej udhëtimin. Por Mirtaza Çavushi reziston duke i thënë se nuk më intereson fare se kush janë personat që udhtojnë në automjet. Dhe në momentin kur oficeri i policisë Ardian Liçaj deklaron se bashkë me të është dhe Frok Çupi, në atë kohë një kritik i njohur i presidentit Berisha dhe i qeverisë. Tani do të gjosh mua ose merr makina e çdo më nasit. Nuk e njoh fare, makinën pe kontroll. Në pamje duket qartë që mbas urdhrit të Zanit Çavushit, antarët e bandës së tij ushtrojnë kontroll në automjetin ku lëvizin gazetarët. Pasi gazetarët dalin nga sedilet e automjetit dhe i nështrohet kontrollit të antarëve të bandës Çoles. Nuk e njoh fare, makinën pe kontroll. Reagimi i Zanit Çavushit kur dëgjon emrin e Frokçupit duket paksa i çuditshëm, po të kemi parasysh se çfarë do të ndodhte më vonë. Emisioni Xhungël ka siguruar një pamje tjetër disa javë më vonë nga kjo ngjarje, kur në lagjen Çole Zani Çavushi dhe pjesëtarët të bandës së tij duke biseduar me një grup gazetarësh të huaj dhe në shoqërinë e publicistit të njohur të asaj kohe Frokçupi. Por, me sa duket në momentin kur u ushtrua kontrolli në orën e Mifolit, ende nuk ishte patur një njohje personale midis publicistit Frok Çupi dhe Zanit Çavushit, i cili ishte kthyer në personazhe më të lakuar në qytetin e Vlorës. Pamjet filmike dëshmojnë qartë se si është e vërteta e postbllokut të ngritur në urën e Mifolit atë pas ditë e marsit të vitit 1997. Se a është në të vërtetë oficeri i sektorit antidrogës në policinë e Vlorës, Ardian Liçaj, pjesëtari i bandës së Çoles. Aty dëshmohet qartë se Ardian Liçaj është duke debatuar me pjesëtarët e bandës së Çoles, është duke debatuar me kapon e bandës së Çoles Mirtaza Çavushi dhe i kërkon atij që të lirojë rrugën për të mundësuar udhëtimin e gazetarëve në drejtim të qytetit Vlorës. Por me sa duket, personave që kanë montuar videon e paraqitur në projektorin e opozitës nuk u ka interesuar e vërteta asaj që ka ndodhur në vitin 1997. Më tepër, atyre është dashur të lidhin akuzat e tyre me imazhet e atij viti, madje duke kujdesur që të fshehin audion e atij filmimi, në mënyrë që të mos kuptohej se Ardian Liçaj në të vërtetë nuk ishte duke marrë një urdhër nga Mirtaza Çavushi për të kontrolluar gazetarët, por ishte duke debatuar me të dhe duke kundërshtuar kontrollin e automjetit ku lëviznin gazetarët nga antarët e bandës së Çoles. Nuk e njoh fare, makinën pe kontroll. Tani me Edi Ramën erdhi koha që ushtarët e Zanit të rilindin. Dhe rilindin në radhë të antidrogës në Vlorë, tashmë nuk ka asgjë për t'u habitur, pse sasia e drogës të kapur në vendet fqinj që vjen nga Shqipëria është rritur. Sepse luftën e drogës në vendin tonë, Edi Rama dhe Sajmir Tahiri ja kanë besuar ushtarëve të Zanit. Kjo është rilindja e vërtet e policisë me Sajmir Tahiri dhe me Edi Ramën. Akuzat e ndërsjellta dhe betejë mediatike që është duke zhvilluar midis opozitës dhe mazhorancës, me sa duket po shkakton viktima qytetarë të thjeshtë apo efektiva të policisë së shtetit, të cilët nuk kanë të njëjtat mundësi për të mbrojtur, ashtu siç i kanë deputetët e parlamentit shqiptar apo personazhet e rëndësishëm të politikës, si të mazhorancës ashtu dhe të opozitës. Presioni i bërë nga Partia Demokratike në 3 ditë rresht në lidhje me këtë rast, edhe pse e vërteta duket qartë nga video se nuk është ashtu siç deklarohet publikisht nga kryetari i grupit parlamentar të opozitës, ka bërë që të krijojë një imazh në publik, sikur me të vërtetë në radhët e policisë së shtetit të jenë rikthyer personazhe të implikuar me krime në të kaluar. Një ditë mbasi oficeri i policisë së shtetit Ardian Liçaj dha publikisht dëshminë e tij në lidhje me filmimin e realizuar në vitin 1997, Partia Demokratike, vetëm pak kohë mbas kësaj deklarate, rinxori një deputet tjetër, të radhë duke akuzuar kryeministrin dhe ministrin e brendshëm që të kthenin përgjigje në lidhje me akuzat që kishte bërë opozita dhe të mos nxirrnin sipas tyre ushtarin e Zanit Çavushit për të kthyer përgjigje akuzave të Partisë Demokratike.
Me sa duket, dëshmia e oficerit Ardian Liçaj nuk ishte mjaftuar për të bindur opozitën se në këtë rast nuk ishte të drejtë dhe akuza që ishte drejtuar Ministrisë Brendshme dhe Policisë së Shtetit, të paktën në rastin konkret, është e pabazuar dhe është një akuzë e montuar keqasi. Në mënyrë të përsëritur kemi theksuar dhe do të vazhdojmë ta bëjmë, derisa mali që zbzan të fillojë të lëvizë, se në postet kyçet Policisë Shtetit janë vendosur njerëz partjake klientelist, sigurisht jo profesionist, por dhe më keq të lidhur me element dhe grupet kriminale. Për më tepër, dje ne denoncuam përfshirjen në policinë e Vlorës të ushtarit Zani Çavushit dhe i kërkuam qeverisë të reagojë dhe të japë shpjegime. Një ditë më pas reagon ushtari Zani Çavushit, tashmë policia antidrogës në policinë e Vlorës dhe kërcënon opozitën. Partia Demokratike nuk pret përgjigje nga banditët, por nga shefat e tyre politik. Fakti që nuk reagon qeveria, por banditi Zani Çavushit tregon se prorët e tij, Tahiri dhe Rama, janë bërë njësh me krimin dhe zëri i ushtarit Zanit është zëri i Tahirit dhe i Ramës. Ka pasur edhe një akuzë të dytë në lidhje me largimin tuaj nga policia. Absolutisht janë të vërteta, shefi kuadrit aty është, dosja është, vinë ta studiojnë, në qoftë se unë mbaj përgjegjësi ligjore për këtë akuzë që ka bërë zoti Paloga, po të shikojtë ata të instancat e tjera dhe të bashkëpunëtorët e tij që sot mund t'i ketë titulluar që vazhdojnë në policinë e Tiranës apo në ministri apo në dikastera, dhe të shikojnë ato pistoletat, ato gzhojat se kush mund mos i delo një njeriu të tillë dhe nesër do bjen blackout për vete. Çfarë doni toni me këtë? Unë me këtë do t'i drejtohem gjykatës dhe prokurorisë për dëmtim moral që më ka bërë zoti Paloga në një moment që unë jam rikthyer si të gjithë shokët e mi me kërkesë që policia e Vlorës ka pasur vende bosh dhe duke u bërë gjithë procedurat dhe duke konkuruar si gjithë të tjerët. Dëshmia e bërë në datën 2 shkurt 2014 nga oficeri i policisë Ardian Liçaj para mediave nuk i bindi drejtuesit e opozitës dhe një ditë më pas, në datën 3, ata nxorën sërish kryetarin e grupit parlamentar për ta ripërsëritur akuzën e bërë në datën 1 shkurt të këtij viti, në lidhje me një filmim i cili duke i qartë që ishte i montuar dhe ishte fshehur e vërteta. E vënë në presion, policia e shtetit nuk arriti dot të argumentonte se cila është e vërteta në lidhje me këtë ngjarje, por vendosi lëshoi urdhën e pezullimit për oficerin Ardian Liçaj dhe të kërkoi një hetim disiplinor në lidhje me këtë rast. Edhe pse nga pamjet filmike që publikohen nga emisioni Xhungël, dëshmohet qartë se që publikohen çdo ditë në media, madje pa u verifikuar, duke rrezikuar jo thjesht jetën e punonjësve të policisë, por duke demotivuar jo thjesht punën e punonjësve të policisë, por duke rrezikuar dhe jetën e familjarëve të tyre. Rasti konkret është një provë e qartë që dëshmon se ç'është në gjendje të shkaktoj politika me akuza të montuara dhe të pavërteta ndaj qytetarëve të thjeshtë